Pas disa muajsh punë, Akademia e Shkencave në bashkëpunim me Universitetin Politeknik prezantuan rezultatet paraprake të hartografimit të zonë potencial arkeologjik në Lezhë. Kreu Komisionit të Arkeologjisë, Neritan Ceka, tha se për herë të parë hartohet hartografia parkut arkeologjik të Lezhës, duke identifikuar gjetjet e reja dhe zona potenciale për gërmime, ndërsa kërkoi që bashkia të marrë në administrim këtë pasuri. Synimi ka qenë krijimi i një sajti WebGIS ku hidhet dhe gjithë informacioni kartografimit, pra për herë të parë jepet kartografia e parkut arkeologjik të Lezhës, që nuk ekziston, cila pastaj vjet në shërbim qoftë të bashkisë, qoftë kërkim shkencor, qoftë të institucioneve të turizmit. Së dyti është të studiojë më në hollësi asetet arkeologjike, që janë akrolisi, pra lisi i lartë në malin e shëlbumit, dhe gjithë qyteti antik i Lezhë. Këtu mund të themi që kemi të reja në datimin, në përcaktimin, pra nuk për akrolisin që është konsideruar një fortifikim i kohës bronzit, nuk është i tillë, është i periudhës proto-urbane, shekullit 5-4, dhe përbën fillimet e qytetit të arshëm të Lezhës, i cili zhvillohet kur sot Kalaja. Kryebashkiaku i Lezhës Pir Ndreu shpreh se bashkia është e gatshme të mbështesë me studimet historike dhe zhvillimin e turizmit kulturor. Bashkia do jetë gjithmonë aty ku duhet. Dhe mendoj se ky aset kaq i madh, me këtë fokusim që ju bëni në hartografinë dhe dokumentimin e këtyre zonave arkeologjike, është një pasaportë që na jepet ne për të vazhduar më përtej dhe për të ecë për ta përmirësuar situatën. Pra bashkia do të jetë një ndër faktorët mbështetës dhe iniciues të projekteve të ndryshme dhe të përmirësimit të kësaj situate. Keni parasysh të gjë janë projektet kombëtare, të quajtur, financohen direkt nga buxheti i shtetit, për që të jeni aktiv dhe problematika që keni ose mungesa financiare që keni për të zgjidhur probleme të pushtetit lokal të ndryshme, t'i adresoni duke bërë projekte të vogla kërkimore shkencore, aplikoni në institucionin tonë dhe ne kemi një nga prioritetet tona mbështetjen e aplikimeve që vijnë nga bashkia. Ky projekt vjen pa pasurinë arkeologjike të Lezhës dhe hap mundësi të reja për turizmin historik dhe zhvillimin lokal.